është gjysëm si për para 6 muajsh në qarkun e Vlorës ndodhi një tjetër vrasje, ku sërish u arrestua njeriu që kishte shërbyer dhe kishte ndihmuar në këtë vrasje. Ai ishte njeriu që kishte vjedhur targën dhe ja kishte dhënë autorëve të atij krimi. Vrasja ndodhi në autostradë Fier-Vlorë. Ishte një djalë nga Mirdita. Historia në vazhdim e të gjithë ngjarjeve të Mirditës. Edhe aty u kap ai që ndihmoi me automjetin dhe me targën dhe nuk u zbërthye kurrë kujt ja dha. Do bëj atë burgun e tij, do largohet, kjo është mënyra. Tani vim te kjo. Ne kemi vajt deri në pikën policia, policia ka vajt deri në pikën që di se kush ka qenë pronari i automjetit që është përdorur në vrasje, që janë larguar vrasësit, e ka ndaluar atë, mirë pa i e mohon dhe nuk ka për ta treguar kurrë. Këtu mbyllet dhe po ta shohim këtë, sa do ne t'i themi pse policia dhe pse prokuroria, po ta shohim kamuflimin e autorit të vrasjes, edhe mënyrën se si është i maskuar, ti nuk i jep dot fare asnjë lloj detaji të vogël se kush është ky person dhe që edhe si kur ta kapësh nuk e bën dot lidhjen me të. Kamuflazhi në akte kriminale në Shqipëri është pika kryesore që mendon një autor i një krimi. Pra, të parën mendon veshjen sepse ai nuk mund t'i shkatrojë dot kamerat në zonë. Dhe ai e di që ka kamera. Dhe kur niset, sepse ata e vrojtojnë zonën, dhe kur niset, ai ka bërë një veshje që unë jam 100% i bindur që ka 2-3 xhupa të veshur për të treguar një fizik shumë herë më të madh dhe pesha e tij duket barku që nuk është natyral. E ka mbushur me diçka atë që imazhin një burri në moshë. Që t'japi imazhin e dikujt tjetër. Do të thënë kjo është mënyra se si a e vran sepse nuk pranon çështje prone? Po çap çështje prone. Po seksiston prona fare. Kjo ishte një trill i medias që e ngriti si unë se di nga i gjeti, do më thonë, jo pronë, jo... Mediat lokale, odhën si ide kot në... Pa, jo është thjesht, është i përplasje me disë 2 grupeve të kahershme në Vlorë, se për çfarë arsye, se kë kanë ndihmuar, është histori që ata do ta zgjidhin vetë, si gjithmonë, do vazhdojnë ta zgjidhin vetë, dhe saga do vazhdoj prej kohësh. Se është bërë egzotike, e kam pari pjesë media, se është bërë dhe egzotike tani të thuash u porosit nga Dubai. Po me që u porosit nga Dubai, na e thuaj se ti e di ke dhe emrin. Po, do më thënë, e di ke dhe emrin, po na e thuaj se e mban kështu, do më thënë, e di ke ti dhe policia nuk e di ka. Tani, ka një histori lidhur edhe me vendngjarjen, që lidhet me një goditje këtu në të njëjtën vend, në të njëjtën lagje. Ishte edhe ekzekutimi më i tmerrshëm i ndodhur vitin e shkuar në janar, po tek lagja Hajro Çakëri ka qenë. Ekzekutimi me snajper i një 22 vjeçari apo jo, në të njëjtën lagje, në të njëjtën zonë. Tani, secila është lidhja me personin në fjalë, cila është historia, këtë besoj që ne do ta marrim vesh shumë kohë më vonë, po pati ndonjëherë ndonjë të penduar, sepse vetëm ata që janë në përplasje, vetëm ata e dinë këtë histori. Se si ndodhi dhe pse ndodhi, por nuk pranon të t'jepte tokën. Po kush është ai që kush do ndërtonte? Se kam pa dhe shifra kështu. Aty bën çmimi 2.000 euro, 3.000 euro. 3.000 euro s'bën blok, bëka në lagjen Hajro Çakëri në Vlorë.